Gjemati, Allahu pret pendimin tonë. Allahu në pret kthimin tonë ka ajë. Allahu Gjellëshanuhu mëkatarin e natës e thret ditën dhe mëkatarin e ditës e thret natën. Allahu Gjellëshanuhu në nderoj me profet, në nderoj me libër, në nderoj me islam. Të gjitha kushtet janë plotësuar, arsye ti nuk ke. Dije, ti nuk ke arsye. Allahu e dërgoi Rasulullahun sallallahu alaihi wasallam për jetë qërtues i hapur. Ai është qërtues i hapur për të mirën e umetit. Ai na tret dhe na tregon, na qorton më mirë në dynja se në ahiret. Ta ndim vetëm keq e të na thot Resulullahu nuk di asgjë. Por ai na qorton në dynja. Allahu e dërgoi atë të na qortojë në dynja, pasi është Muhamedi i dërguari i Allahut, i ummetit Muhammed, ai ka të drejtë na qortojë. Dhe ka të drejtë me na thënë atë që Allahu i tha atij na thot ne. Prandaj Allahu i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Shiqo, si i tha Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i tha, ikni, kume i tha Allahu thuaj, ikni, ka, ja Rasulullah, ka të ikim ne, ikni në drejtim të Allahut. Kthehuni tek Allahu, nxitoni ka Allahu, ngutuni tek Allahu. Pastaj i tha, unë Muhamedi, prej ti jam dërguar qortues i hapur. Prandaj Resulullahu në tha neve, nxitoni, ikni, shpejtoni, hajdeni, drejtoni ka Allahu. Unë për ju qortoj juve haptas, më mirë për ju thëmë se jeni në dynja. Ashtu shpëtoni. Prandaj, nëse ti nuk ik ka Allahu, ka kemi ikni, ku do në shumë? Cili është drejtimi yt? Nëse ti nuk e lidh punë me Allahun, me kënd do t'i lidh punë. Nëse ti e bën që të hidhrohet Allahu me ty, me kënd do t'i më pajtu. Nëse ti e humb Allahun, çka më të vjen? Çka të vjen? Çka ti me boti? Prandaj, më mirë është për ty, ta marrish Allahun mbikëqyrës për ty. Ai të shpëton, ai të largon nga errësira të fut në dritë. Po nëse ti e zgjodha tjetrin kushdo qoftë, pos Allahut, dije sa i ka djajt shejtan që të ndihmojnë, edhe ata të ndihmojnë, por ata të largojnë nga drita e të hudhin në errësi. Kjo rrugë është rrugë e xhenemit, dhe aty do të jesh për gjithmonë. Prandaj tha Allahu Gjellëshanu në surën Al-Baqara, thot Allahu, Wallahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Shiqor sa mirë. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirës në dritë. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat. Kurse ata që mohuan, ata nuk u bënën me Allahun,
ata u bërën mohues dhe atyre i ndihmojnë gjajt, shejtan. I nxjerrin prej dritës e i fusin në errësirë. Ulaika ashabun nar. Shumë normal. Ata janë banorët e zjarrit. Hum fiha khalidun. Dhe ata do të jenë aty për gjithmonë. Pra zgjedh që në dynjaje, zgjedh merë vetë. Nëse të në t'jesh me Allahun, Allahu të fut prej errësirës në dritë. Po e zgjodhe tjetrin, bëjrun, që sa të duesh tjerë, shejtan punojnë në palodhje. Ata e nxjerrin njerëzimin nga drita i fusin në errësirë, por le ta di, ata do t'jenë banorët e zjarrit, aty do t'jenë për gjithmonë. Prandaj, kujdese. Kujdese për shasish dikun. A di që do të thotë me shqit dikun? Rshasish edhe mendoj se jenë hak, dhe mendoj se mire ke. Dhe i shofish ata që janë në rrugë thush ta i kanë keq. Kërë shqit. Të kastorisë shejtani ty, ti mendon se je tamam, i shofish ato tjerë që janë keq, vetëm kur ta shes vetin në errësirë, edhe në një grop që aty do t'jesh për gjithmonë. Allahu na